Shteti i bunkereve. Përballë frikës së një pushtimi të huaj, regjimi komunist ndërtoi mbi 173.000 bunkere, një për çdo 4 banor. Këto struktura betoni gjenden sot kudo, dëshmi e paranojës ekstreme të udhëheqjes së atëhershme. Shteti i vetëm ateist. Në vitin 1967, Shqipëria u shpall zyrtarisht shteti i parë dhe i vetëm ateist në botë. Të gjitha institucionet fetare u mbyllën ose u shkatruan dhe praktikimi i fesë u dënua rënd. Izolimi botëror unik. Shqipëria u izolua plotësisht nga bota, madje edhe nga vendet e tjera komuniste si Bashkimi Sovjetik dhe Kina. Qytetarëve u ndalohej rreptësisht të dëgjonin muzikë të huaj apo të posedonin literaturë të importuar. Pasaporta për askund. Në regjimin komunist, qytetarët shqiptarë nuk kishin të drejtën të udhëtonin jashtë vendit. Pasaportat shqiptare ishin praktikisht të pavlefshme, duke e mbyllur popullsinë brenda kufive të shtetit. Terror dhe ekzekutime. Regjimi përdori spastrime të ashpra kundër armiqve të popullit, shpesh me akuza të sajuara dhe pa baza. Mijëra njerëz u ekzekutuan ose u burgosën në kampet e punës, në një përpjekje për të friksuar dhe kontrolluar shoqërinë. Shteti i bunkereve. Përballë frikës së një